kam dëgjuar këtë që thonë, ky është karrierist, do të futet se s'bën parlament. Po më fali sekond. Po cili është ai mjek që nuk do me operu? Cili është ai pedagog që nuk do me dhe mësim? Pra, qëllimi im është që transformoj Shqipërinë dhe unë dua të qeverismo. Në qoftë se më jepet mundësia nesër mëngjes të bëhem kryeministër, padyshim që dua të bëhem, do të bëhem dhe jam gati të bëhem. Unë e shoh që kjo nuk është e mundur. Jo se nuk dua unë, por sepse nuk janë kushtet. Për pasojë, jam përgatitur që qëndroj në opozitë. Dhe opozita është shumë e rëndësishme për një qeveri. Pse? Dhe kur them opozit, jo opozit që legjitimon vjetën e qeverisë, siç bën Berisha. Opozit e cila është alternativë konkurruese. Pse është e rëndësishme? Dolën të rinj tani dhe folën për pensionet, për minimumin etik. U injorua edhe nga Rama dhe nga Berisha. Erdhi fare kohë që thanë njerëz, me vërtet, po pse mos ta kemi pension? Pse kemi pension më të ulët ne se sa Kosova dhe Maqedonia? E ndryshuar diskursin ata. Sepse ai për vota thotë, mi marrin votat të tjerët. Kështu e fillon dhe ai dal nga dal ta bëj unë, thotë pse ta bëj ky. Dhe kështu edhe në opozit, duke qenë opozit konkurruese, ma një jashtë, po mendo kur ti është dhe brenda, ti ke mundësi që ti ushtrosh presion qeverisë dhe qeverisja të jetë më e mirë. Kur ai shikon që s'ka opozit, s'ka kush ta konkurroj, bëhet më arrogant. E vërtetë. E dyta, edhe nga jashtë parlamentit. Është njerëzore, po s'patë kontroll. Edhe jashtë parlamentit, ne kemi çuar 6 çështje në SPAK që kërkojnë guxim. Kemi sjell prerjen e korrupsionit për rastin për shembull e shëndetësisë. Pra, ministri Ilir Beqa sot është në burg dhe ata zyrtarët e lartë edhe biznesmenët për shkak kallëzimit në smosturje. Po të jemi në parlament, ne mund të kemi komisione hetimore. Ne mund të shkojmë edhe më thellë, ta çojmë deri në fund të punë, që të rikthejmë pasurinë e vjedhur, të konfiskuar, të hetojmë, të ndryshojmë licitacionin, të mbyllim shtigjet që këta kanë përdorur. Pra, edhe në parlament, edhe në opozit, ka shumë punë për të bërë për të rinjt. Ndërkohë, çfarë është e rëndësishme këtu? Shikoni pak se si fitoi zgjedhjet Edi Rama në 2023. Nxori këtë poster, nuk kishte nevojë për asgjë. Fare. Do të thënë ky është posteri i ri. Po nxori Berishën këtej, Berishën me Metën, edhe Rama këtej dhe thoshte vetëm përpara. Dhe normale se duke qenë Berisha ka ardhur në 1990-ën, ishte ideja që ky është para, këta janë mbrapa. Tani e bën dot Rama këtë. Në rregull, po erdhi në 98-ën. Politike historike ka. Juaj sqaroj pak se. Jo, këtë bëra unë, e kam bërë unë për ironi. Po se sqaroj. Po për ironi se nuk e kisha atë posterin. Duket sikur për ironi. A e nxjerr dot Rama këtë dhe të fitoj vota? Më thuaj ti. A mund thot Rama vetëm përpara kur më mbrapa edhe na vendosin ne mbrapa, se si jemi mbrapa, ne jemi para. Pra, duke krahasuar me Berishën, ai duket çun i ri. Duke krahasuar me Berishën, ai duket i ndershëm, sepse e kam dëgjuar e thonë, po ky s'të vret. Më kupton? Pra, standardi është kaq i ulët, duke pas përballë Berishën, sa ai mund të bëj çfarë do, mund të vijë edhe, po s'ka gjë se ky s'vret. Përballë nesh, përballë një opozitë të re, që nuk ka kusure, nuk ka vrasje nuk ka 97 mbi kusure, nuk ka gërdec, nuk është e korruptuar, nuk ka 6 milion euro vetëm për të marrë vizë. Praktikisht, ai do duhet ta ngre standardin. Bimsora, por e thash. Do detyrohet të reformohet. Vetëm kam pyetje, duhet pastaj të më plotsonte edhe Nura. Kjo është thjesht. Pra edhe Rama po të ishte në qeveri, do jetë një Ram shumë më i mirë, në qoftë se ka një opozitë funksionale. Se këtu do e dilja. Opozita funksionale pa kapur. Ndonjëherë, Endri, po jo gjithmonë, ndonjëherë më dukeni jo ju sonte, po bashkëdrejtuesi tjetër kur e kam dëgjuar edhe në diskurse publike, gjua që përdoret nga ju është shumë e ngjashme me atë që thot Berisha apo të tjerët. Sigurisht, nga goja tyre vlera është relativisht e ulët, kur del nga ju ka një vlerë relativisht tjetër. Por unë mendoj që temi votuesi shqiptar me një votkuptim perëndimor, dhe tashmë unë mendoj që shumica e votuesve shqiptar, qoftë majta socialta, s'ka një votkuptim perëndimor për mënyrën se si duhet bërë politika, nuk e ka shef nihilizmin. Nuk i pëlqen nihilizmi. Nihilizmi dhe sjell azhësimin e kundërshtarit, por pasojë sjell ashpërsimin e situatës. Pse e them këtë? Po hyra dhe numrova gjithë ministrat që ka patur Edi Rama nga viti socialist po flas. Nga shtatori vitit 2013 deri kur ai bëri ndryshimin e fundit të qeverisë. Edi Rama ka emëruar 66 ministra. 66. Por Endri më shiko pak. Po mbaj shënit. Vetëm 6 nga këta janë sot të jetuar të pandehur ose në burg. Pse e them këtë? A ka korrupsion në Shqipëri? Sigurisht. Sigurisht. A është
shumë i përhapur deri në pikën sa që deri diku e kemi pranuar si një smundje që e kemi dhe nuk e shohim dot, edhe kjo është deri diku e vërtet. Por nga ana tjetër, dhe po t'i hyj pastaj atij krahasimit që thatë ju me të shkuarën, Sali Berisha ka emëruar 48 ministra, 46 ministra dhe i ka 8 burg të dënuar apo të pandehur. Kjo nuk bën diferencën, themi në sasi, se diferenca është në cilësi, është në fondet që janë abuzuar etj. Po ta thash, ndoshta ju duhet dilni dhe të bëni diferenca edhe në këtë mes, të eliminoni nihilizmin dhe gjuhën e ashpër dhe tegër, duke goditur ato që është me të vërtet problem. Ta thash, është fakt ky Nura, nuk di ta them, është fakt që shërben debatit apo jo? 66 ministra, 6 për tyre të dënuar, të burgosur, të pandehur, pa këta 3 që mund dalin pas datës, është histori tjetër, dhe me thënë vërtetë njëri për tyre, Erion Veliaj nuk është në burg si ministër. Por le temi, 6 nga emrat që ka emruar, nga 66 ministrat që ka emruar, vetëm 6 sot janë në burg, pandehur, në proces, duhet dy për cilve janë denoncur nga Nisma Thurje. Por thelbi është tu. Ju thatë një gjë në monologun tuaj, që lidhe me nihilizm. Editorial quhet, jo monolog. Mirë, monolog nuk ka për një spajnë. Okej, editoriali. Ma të mos jetë monolog tjetër. Shqipëria është bërë dhe po bëhet. është bërë dhe vetë, në të shtata. Kemi në të shtata, është bërë dhe vetë. Në qoftë se një njeri, dhe unë kam takuar njerëz që kanë ardhur në Shqipëri në vitet 90. Kur vin tashi, habiten se sa ka ndryshuar Shqipëria. Shqipëria ka ndryshuar pafund. Tani, a ka ndryshuar për qeverive? Unë nuk besoj. Ka ndryshuar sepse ne jemi një popull i jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm në energji, i jashtëzakonshëm në sipërmarrje, i jashtëzakonshëm në marrje risku. Unë e shoh kur çfarë bën jashtë. Pra shkojnë jashtë, hapin biznese, zhvillojnë, konkurrojnë. Pra ne jemi një popull i jashtëzakonshëm. Problemi është që ne kemi qeveri të cilat nuk e lën. Ky rrjeti merimangës e pengon progresin. Unë e shoh ke lindja e fëmijëve. Ne në Shqipëri lindi më pak fëmijë se sa vdesin njerëz. Ndërkohë shqiptarët që kur shkojnë jashtë lindin fëmijë atje. Pra nuk ka ndryshuar kulturalisht shqiptari. Shqiptari i do fëmijë, do familje, lind fëmijë, por nuk dihet i sigurt me lind fëmijët këtu. Pra hapin më shumë biznese jashtë se hapin biznese këtu, sepse nuk është i sigurt me hap biznesin këtu. Kemi për vit 25.000 studentë që na ikin jashtë, që është gati 25% e gjithë studentëve që kemi. Mund që investojnë lekë këtu, investojnë jashtë. Pra, ne na duhet një qeveri. Shiko pse rreqi të provokimi im. Shiko, pse po ta them unë ty këtë? Sepse ti si profesor, ti si pedagog, mundësi që këta ta shohin potencialin këtu. Je edukuar jashtë, duhet ta bazosh opozitën tënde, opozicionin tënd ndaj fenomeneve të caktuara mbi shifra. Tashi, ti më tregove një grafik të bazuar tek Instati. Po, Banka Botërore thotë që lindin më shumë, ishte ka qenë viti 2022. Dhe unë po them, po Instati thotë që 83% e bizneseve kanë raportuar fitim në vitin e kaluar. Po shumë mirë kanë bërë. Po quhet lajm mirë apo lajm i keq? Është lajm mirë më që ka fjetuar. Problemi është që nuk raporton Instati se sa i kanë dhënë atyre inspektorët tatimor. Se ato lekë që ti ja jep inspektorit që të vjen si gjop vënës, ato lekë do futeshin në ekonomi. Ajo që nuk raporton, për shembull, Agjencia e Sigurimit të Depozitave thotë që 2% e llogarive bankare kanë më shumë lekë se 98% që tjetër. Ky është problem shumë i madh, sepse kjo ka shpërqendruar pasuria në pak duar. Ka një vlerë edhe të reflektimit historik. Nëse duam të bëjmë refleksion, duhet i kthejmë syt pas të tashmen dhe të ardhmen. E përgëzoj për deklaratën që bëri, deklaratë politike. Ata po tha, duhet të hyjnë parlament, duhet të bëjmë ministër, duhet të bëjmë kryeministër. Kujtoj, në 97-ën, pa lëvizur për demokraci, fatos Lubonjën. Pasi ra Berisha. E kam takuar personalisht dhe i thash, komplimente, çfarë do bësh tash? Mbaroj, tha, Berisha ra. Unë tha do ikin në shtëpi. Fartës, po tash filloj. Po çfarë duhet bëj? Të shkosh në parlament tash. Po jo, tha, unë jam shkrimtar. Kurse edhe çfarë bën sot Lubonja? Po sulmon qeverinë e radhës. Edhe e bën me të gjitha qeveritë e radhës. Ja, është varë që vokacioni ka dikush, Po pra, vokacion, tashi, qofse rezulton masturbim intelektual, e ta themi, qofse dhe tje për mos u angazhon politik. Po pra, rezultati, duhet bërë rezultati me çfarë kontributi ke dhënë në produktin. Ajo që doja të thoja unë është kjo, që unë i kam parë me kujdes këto gjitha partitë e reja dhe partitë e vogla që nxjerrin dhe sondazhet. Këto kanë një avantazh të papar ndaj partive të mëdha, që është pasërtia e figurave. Figurat i kanë të spikatura ose i kanë në tentativë për të le të themi profilizuar në mjedisin publik.
si që keni ju shumicën e të rinjve, por ajo që vërre unë është që a jeni ju, edhe kjo është pyetje, që do marrë një përgjigje, a jeni ju të vetë dishëm se që të fitosh vota duhet të përputhet ajo që çka ti do të realizosh me atë çka duan votuesit të gjejnë tek ti, dhe sa e keni studiuar ju këtë sociologji politike për ta kthyer në avantazhin tuaj, sepse natyrisht që gjithë qëllimi atyre që futen në zgjedhje është të rriten derisa të bëjnë forcë Hendrik, parë. fjala e fundit për ty. Unë e shoh politikën si edukim. Ka një lëvizje në botë për ta parë politikën si komercializëm, sikur shet sapun. Unë sapun nuk shes. Unë dua që nëse unë kam disa bindje të thella politike, dua t'ja mësoj dhe votuesit, ta ndërgjegjësoj votuesin. Dhe nëse bind mjaftueshëm njerëz të marrim drejtimin e vendit. Ka politikan që bëjnë fokus grupe, thonë, i pëlqen votuesit dali me mace, merr me macen edhe merr votat. Unë nuk e shoh ashtu politikën. Pra, unë besoj që Shqipëria ka nevojë për një demokraci pjesëmarrëse. Të fuqizojmë qytetarit dhe të dobësojmë politikanët, që politikanët rinë këmbë kur i vi votuesit. Ndodhe kundërta, qytetari shkon i puth dorën. Dhe pse ka ndodhur kjo? Sepse ne kemi riprodhuar një model oriental të përqendrimit të pushtetit, ai sillet si bajraktar, thotë pushteti është i imi, e kemi lënë edhe një 30 vjet aty në pushtet, është rehatuar, është sistemu, dhe shkon qytetari dhe i rri për kulet. Unë dua ta përmbys këtë. Tani ka qytetarë që duan që unë të vi aty me shpatet, bërtasë, nuk është ky modeli im. Unë dua ta edukoj qytetarin që i them nuk është ky modeli. Ne na duhen njerëz të cilët me modesti, me guxim dhe me përgatitje luftojmë për këtë vend. Edhe me vetmohim nganjëherë, luftojmë që ky vend të ecë përpara. Tani, kjo është do dialektik, pra ti përpiqesh, votuesit treqë vetja vet, ti përpiqesh ta treqësh të idetë tua, po unë e shoh si rezultatet e sondazhit ju japin rezultat. Dhe besoj që është vetëm fillimi. Kjo është një rrugë e gjatë. Do unë shpresoj ta bëjmë sa më shpejt sepse Shqipëria nuk pret dot më. Ne jemi dhe e presim, po. Jo, ajo që thotë ju gjatë emisionit që votet dobishme është vota që vjen pikërisht te ju dhe në mos te ju tek gjithë të tjerët të rinj, domethënë, dhe jo tek politika e vjetër, ajo quhet votë dobishme. Vetëm ajo ashtu bëhet vota e dobishme. E dobishme sepse ndryshon diçka që është e vjetër dhe të tjerët duan, domethënë, që diçka e re të lindin në këtë vend. Dhe brenda të rinjve, besoj është më e dobishme te koalicioni Nisma Shqipëria B, që është koalicioni të rinjve dhe që qartasi ka vetëm me dy parti në prapë model. Numri 6 i koalicionit ti Nisma Shqipëria B, dhe ndërkohë gjeni në listën e Tiranës, apo jo, ku je dhe antar i Këshillit Bashkiak. Endi të uroj suksese në 11 maj. Faleminderit shumë për sot, falenderoj Lajm Bekon dhe Artur Nurën. Ridhësori kthehet sërish nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë.